Përshëndetje miq të Gazetës Lajm. Sot në studio kemi të ftuar zëvendës ministren e transportit, Kaltrina Zekolli Shaqiri. Zonja Shaqiri, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zonja Zekolli, menjëherë pas formimit të qeverisë së re, si nga ana juaj, po ashtu edhe nga partneri juaj i koalicionit, u premtua se së shpejti do të përorohen 2 kilometrat e para të rrugës Shkullac, megjithatë një gjë e tillë akoma nuk ka ndodhur. Pse nuk lëshohet për qarkullim ky segment rrugor? Po, rruga Shkullac, një rrugë shumë e frekuentuar, shumë e rëndësishme për raportet fqinjësore dhe komunikimin që kemi me Kosovën, si në aspektin e lidhjeve farefisnore, por edhe bizneseve shqiptare. Është një projekt shumë i rëndësishëm dhe i cili është zvaritur prej vitit 2011, është e keq përdorur nga qeveria e kaluar për kampanja parazgjedhore, por puna nuk është realizuar. Dhe si që përmende, bëhet fjalë vetëm për 2 kilometra në pjesën e parë dhe 10 kilometra në pjesën e dytë. 2 kilometrë që i parë është i përfunduar. Realisht, domethënë janë çështje teknike që janë shumë të vogla, por është projektuar në formë të tillë, në formë të papërshtatshme që nuk na hyn në punë. Është një rrugë, mund ta quajë verbër, e cila nuk lidhet me rrugën aktuale që është dhe nuk na shërben përderisa nuk përfundohet edhe 10 kilometrë tjetër. Kështu që punët janë realizuar nga ndërmarrja publike e rrugës shtetërore, por që nuk na shërben sepse është një rrugë e paqasshme. Gjithashtu kemi hasur në keqpërdorime, të cilat janë të shumta dhe po shohim çdo ditë më shumë që persona të caktuar, të cilët edhe kanë qenë përgjegjës, po përgjigjen para ligjit dhe para organeve kompetente, por kjo nuk na ka ndalur që ne ta ecim punën, ta çojmë para. Në këtë drejtim, 10 kilometrë shi i dytë është në fazën e tani për pak muaj, domethënë do të përfundon rikualifikimi i kompanive firmat të cilat kanë aplikuar, janë gjithsej deri tani 12 prej tyre dhe do shohim andej për t'i hapur ato të njëjtat, për t'i parë ofertat dhe për të vazhduar. Çka është me rëndësi është që kemi të ndarë buxhet të paraparë në buxhetin e rrugëve shtetërore për këto 10 kilometra dhe është i paraparë domethënë në vlerë prej 16 milion denarë për të filluar realizimi i punimeve. Kështu që neve jemi shumë të fokusuar, është e vërtet që projekti të cilin e kemi hasur nuk është ideal. Është projekt shumë i çuditshëm do thoja, është projekt shumë i kushtueshëm, më i kushtueshëm në Europë. Është dikund 188 milion euro projekt për aq pak kilometra. Është një trase jashtëzakonisht e rëndë, malore. Miraman neve kemi menduar si qeveri që nëse ne bëjmë riprojektim, do humbim ende kohë. Durimi i qytetarëve veçmë është në fund, shqetësimet janë të shumta në frekuentimin e asaj rruge, telashet, reagimet, ankesat janë të mëdha dhe janë me të drejtë, sepse është prolonguar shumë. Andaj ne po mendojmë që të vazhdojmë me projektimin e njëjtë, por që ndoshta të bëjmë një ndryshim të vogël vetëm në pjesën e tunelit. Po ashtu qeveria e re paralajmëroi se do të intensifikojë punimet për korridorin 8. Megjithatë në rrugën Tetov-Gostivar akoma nuk shihet se jeni duke punuar. Do ta filloj përgjigjen e kësaj pyetje me një lajm që për shumë pak kohë, nuk do jap datën e saktë, por për pak ditë, të them edhe javë, shumë pak, do të kemi fillimin e punimeve në rrugën Tetov-Gostivar. Korridori 8 është një projekt strategjik, më gjigant, më i madh, pan-evropian, që nuk është i rëndësishëm vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për të gjitha vendet që i lidh dhe zhvillimin ekonomik, turistik që do ta sjellë ky korridor. Punimet janë shumë intensive në këtë korridor. Verifikimet, kontrollet në terren bëhen edhe nga vetë ministri dhe nga vetë unë për të parë se si po rrjedhin punët, për të eliminuar çdo problematik që e zvarit, sepse të gjitha projektet pothuajse që i kemi hasur në Ministrinë e Transportit, i kemi trashëguar, janë me dekada të zvaritura. Dhe ne po bëjmë çmos që në afat sa më të shkurt kohor ti realizojmë. Njëjtë edhe te korridori 8, pjesa e parë Tetov-Gostivar, po ju them tani që do të fillohet me punime për pak ditë. Pjesa Gostivar-Bukojçan është në pjesën e faza e projektimit, për kompletimit të dokumentacionit për projektim, por gjithashtu edhe në terren kam pa dhe me sy temi se çfarë po bëhet, ku kemi kalime, mbi kalime, ura, po bëhen shtylla, po hapen rrugët e nevojshme që duhet për të realizuar punimet, po sigurohet kuadri i nevojshëm, profesionistë që duhet të punojnë në realizimin e punimeve kështu me radhë. Gjithashtu edhe te pjesa e Bukojçanit është për Kërçov,
aty jemi pak më të avancuar, realisht projektimi ka përfunduar, jemi në fazën e rishqyrtimit të fundit të projektimit. Ajo çfarë neve kemi një ngecje ose një shqetësim, është pjesa e Qafthanës, Trebenisht, Qafthan, Strug, Qafthan, Trebenisht, dhe kjo për faktin se është zonë projektimi që e kemi është në zonë e mbrojtur nga UNESCO dhe këndej duhet të shohim një mënyrë tjetër për të riprojektuar që duhet patjetër ta anashkalojmë atë rrugë që është përcaktuar. Por kemi bërë një punë shumë të madhe te korridori 8 në pjesën e eksproprimeve, që kanë qenë pengesa më e madhe për realizimin e këtij projekti. Realisht nga momenti që kemi filluar me qeverisje, kemi hasur vetëm 500 prona dikun të ekspropriuara dhe ne për kaq muaj deri në muajin mars, kaq muaj sa jemi në qeveri, kemi arritur të ekspropriojmë 2353 prona, që është një lehtësim shumë i madh dhe tregon se si po zhvillojnë punimet me një intensitet dhe seriozitet të plotë. Sa i përket korridorit të kanë përfunduar punimet për autostradën Kërçov-Ohër? Kërçov-Ohër njëjtë si rasti me Bllacën nga viti 2014. Është një projekt që është vetëm 56 kilometra i gjatë. Të gjithë që e frekuentojnë, po çdo qytetar dhe jo vetëm, kjo është një rrugë që e frekuentojnë edhe turista dhe kjo na dëmton shumë edhe në këtë aspekt dhe e dim se ato destinacione të bukura si Struga e Ohri e kështu me radhë nuk janë aq të bukura kur e kalojmë atë rrugë se sa e mundimshme është. Dhe më tregoni domethënë është shumë e çuditshme kur një buxhet prej 600 milion euro është i harxhuar, jo i realizuar, i harxhuar, i përdorur, ndërsa punimet nuk kanë qenë askund të realizuara dhe parashtrohet pyetja ku janë ato mjete, kush i keq përdori, në xhepin e kujt kanë hyrë, çfarë po ndodh. Dhe këtë presim shumë shpejt të kemi përgjigje prej organeve kompetente. Çfarë kemi bërë ne? Ne kemi filluar punën nga pjesa e legjislacionit. Nuk është bërë asnjë ndryshim i legjislacionit që ka qenë shumë i nevojshëm që të realizohen këto punime. Ne kemi bërë një aneks të ri te kontrata ekzistuese për çështje teknike të asfaltimit. Kjo është më njanuar si pengesë, tani po realizohen punimet dhe në muajt në vijim do të lëshohet një 40 kilometrash i parë që është prej Vrbnjani deri në Ohër me një pengesë tani që e kemi në fshatin Botun dhe kjo ndodh për shkak të rrëshitjeve të dheu që po mundohemi ti sanojmë. Kështu që tregon edhe kjo se neve po lëvizim, po ecim shpejt me një dinamik të lartë për të realizuar çdo projekt. Sipas rrjedhës së punimeve, mendoni akoma siç keni premtuar se në vitin 2026 do të përfundoj autostrada në korridorin 8? Besoj që po, me këtë dinamik, në qoftë se vazhdojmë në çdo aspekt, qoftë eliminimit të problemeve teknike, qoftë eksproprimeve, buxheti që është i paraparëve se ekzistimi i buxhetit në vitin 2025 për secilin prej projekteve tregon seriozitetin tonë që qeveria ndan mjete për të realizuar këto projekte. Kështu që besoj fuqishëm që nëse vazhdojmë kështu do ta përfundojmë në kohë. Po ashtu një premtim tjetër është edhe rruga Tetov-Prizren, por asatje nuk ka punime. A mund të jepen afate të caktuar kohore se kur pritet të përfundojë ky projekt? Në rrugën Tetov-Prizren, siç e dini, koordinimin dhe bashkëpunimin e kemi të shkëlqyeshëm me Ministrinë e Transportit të Kosovës, madje edhe vetë ministri Nikolovski ishte në vizitë zyrtare atje dhe në terren e pam se si duket ajo ideja për ta krijuar këtë rrugë. Ne mbështetemi në një kontratë, një marrëveshje që e ka iniciuar qeveria e kaluar, por ka qenë në heshtje nga janari vitit 2024, nuk është ndërmarr asnjë lëvizje, nuk është ndërmarr asnjë hap në atë drejtim. Dhe ne çfarë bëm? Ne formuam grupin punues. Grupi punues, në grup punues mund të them që jam edhe unë. Janë përfaqësues të Ministrisë Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, përfaqësues të rrugëve shtetërore dhe të Ministrisë së Transportit, që bashkërisht tani duhet të ecin punët më tutje për fazën e fizibilitetit dhe projektimit dhe për këtë janë të ndara në buxhetin e rrugëve shtetërore 750 milion denar për të nisur projektimi. Pala shqiptare ju ka bërë thirrje për përshpejtimin e punimeve për rrugën e Arbrit. Keni ndërmarrë diçka në lidhje me këtë rrugë?
padyshim që kemi ndërmarrë dhe po punohet në këtë drejtim. Raportet tona me Shqipërinë dhe lidhjet tona me Shqipërinë janë shumë të rëndësishme për ne. Përveç rrugës ekzistuese që është Gostivar Dibër dhe pika kufitare Bllat, jemi duke u lidhur edhe me një segment nga korridoritet që është në kilometrin e 14 të rrugës Kërçov-Ohër. Kemi një rrugë rajonale që quhet Izvorgarski most, e cila punohet, ka filluar ndërtimi i saj prej vitit 2021 dhe kjo do ta lidhë domethënë këtë pjesë të korridorit me Tiranën dhe pastaj domethënë kryeqytetin me rrugën e Arbrit, pikën kufitare, Tiranën dhe rrugën e Arbrit. Kështu që 70% është e përfunduar, po punohet në terren, është një terren malor, është një terren i rëndë, siç përmendi edhe Ministria e Transportit e Republikës së Shqipërisë, që janë terrene shumë të rënda për të punuar, mirëpo neve jemi duke kryer realizimin e këtyre punimeve në terren. Banorët e Haraqinës me vite përballen me problemin e kanalit që kalon në këtë fshat. Qeveria premtoi zgjidhjen e këtij problemi. Keni ndërmarrë diçka? Po, është e dhimbshme kur ta mendosh që në këto ditë ne vende flasim për realizimin e kanalizimit kanaleve, domethënë në Haraqin, në një vend ku është i banuar pastër me shqiptar dhe qeveria e kaluar 22 vite në pushtet nuk ka arritur një kanal ta realizon në këtë vend dhe ka patur shumë probleme mjekësore, të ndotjes, të errave të këqija e kështu me radhë. Qysh në fillim të fillimit të qeverisjes mandatit të zëvendës kryeministri i parë Izzet Mexhiti Njerit, ministër i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, është marrë me këtë problematik, është siguruar buxhet prej 64 milion denarve, punimet kanë filluar, po punohet, për momentin janë të ndaluara deri në qershor të vitit 2025 për shkak të një tensioni të lartë dhe një kabli elektrik që e ka pamundsuar realizimin e punimeve. Kështu që mbetemi të fokusuar dhe padyshim që ky kanal dhe kjo problematik do thoja banale që ka qëndash të realizohet shumë herë dhe të përfundon dhe ne në Haraqin të vazhdojmë të fokusohemi në implementimin e projekteve shumë të mëdha për ata qytetarë, do të përfundon dhe do të merr fund shumë shpejt. Të shtunën kryeministri Mickoski bashkë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti pritet të përhurojnë sistemin One Stop Shop në pikën kufitare Bllac. A pritet të lehtësojë qarkullimin e qytetarëve ky sistem, sepse ka shumë ankesa për kolonat të gjata dhe pritjet në për pika kufitare? Padyshim, ankesat nuk janë prej tani, ankesat janë me ndër vite. Këto kolona kanë ekzistuar gjithmonë dhe ne këtë shqetësim që na e kanë adresuar qytetarët, po e kemi përjetuar dhe vetë, e kemi marrë me seriozitet, prandaj nesër në ora 11 do të bëhet përurimi i One Stop Shop, një nevojë e madhe për të gjithë qytetarët, do të ketë një ditë me të vërtetë e veçantë, do të ketë vetëm kontrolle në shtetet hyrëse dhe jo në dalje. Çfarë kemi ndërmarrë tjetër, nga 4 korsi që janë për kontrollim të dokumentacionit, ne kemi zgjeruar në 6, gjithashtu edhe kemi fuqizuar dhe rritur numrin e personave ose policëve të cilët do të jenë në shërbim të popullit për ta përshpejtuar këtë qarkullim. Dua të flasim edhe për një premtim të madh që bëri qeveria sapo mori mandatin. Kam fjalën për investimin kapital për 35 milion euro për Universitetin Nën Tereza. A mund të na thoni, a kanë nisur investimet atje? Universiteti Nën Tereza dhe ky investim kapital është një prej temave që unë më së shumti e ndjej, duke qenë edhe vetë pjesë e këtij universiteti dhe vazhdoj të jem. Unë mendoj që ky është investimi më i rëndësishëm, më i madh, më frytdhënës, me të cilin investim do të përfitojnë shumë gjenerata të ardhshme, do të përfiton rinia jonë, është investim në të ardhmen tonë. Do t'ju mundsojmë të rinjve tanë të kenë një kampus universitar siç e meritojnë, siç ja vlen për ta të investohet. Kemi një rini të shkëlqyeshme, kemi një rini shumë të aftë. Dhe ata kanë mësuar në kushte, kanë studiuar në kushte shumë jo të denja për ta. Kështu që është një investim që moti koka që ndashtë dhe ka merituar Shkupi dhe më në fund një kampus europian, standarde europiane, po realizohet me qeverinë tonë. Po, janë të ndara 35 milion euro për këtë, madje ishin të ndara 35 milion pa u përfshirë taksa dhe javën e kaluar në qeveri kaloi edhe pjesa e taksës, kështu që 35 milion shkojnë vetëm për investim.
Ky projekt do të jetë ndarë në 2 faza. Në pjesën e parë do të kemi amfiteatrin, do të kemi një pishinë, do të kemi bibliotekën universitare, do të kemi fakultetin e shkencave sociale, që është një prej fakulteteve më të mëdha dhe të para në këtë universitet, fakultetin juridik, e kështu me radhë, për të vazhduar në pjesën e dytë, që është për fakultete tjera. Gjithashtu, çështja që tani po miremi me Universitetin Nën Tereza është pjesa e krijimit të kushteve për fitimin e të drejtës së pronësisë që e kemi në objekte, tani ta fitojmë edhe në tokën ndërtimore. Planifikoni të punoni këtë vit në Universitetin Nën Tereza? Më konkretisht çfarë do të bëni si vjet? Padyshim se jemi domethënë në fazën e çështjeve procedurale nëpër institucione për ta marrë të drejtën e pronësisë në tokën ndërtimore. Të objektit e kemi tani edhe në tokën ndërtimore. Kur të përfundon kjo, buxheti është, mjetet janë të ndara dhe padyshim që të fillojmë me punë. Ju jeni kuadër i Vlenit, respektivisht i Lëvizjes Demokratike. A mund na thoni se çfarë po ndodh në Vlen? Do të përçojnë partitë e këtij koalicioni apo do të dalin bashkë në zgjedhjet lokale? Qysh në fillimin e formimit të koalicionit Vlen, ideja ishte që kampi politik shqiptar të ketë 2 parti politike të cilat do të konkurrojnë me njëra tjetrën dhe do të punojnë më shumë për popullin. Shkrirja e Vlenit si një parti politike nuk ka nisur sot. Kjo ka ekzistuar qysh në fillim, në themelimin e saj, duke krijuar shtabet e përbashkëta parazgjedhore, duke formuar qendrën informative të përbashkët, duke patur komisionin kadrovik të përbashkët e kështu me radhë. Neve i dham kohë secilës parti në koalicionin Vlen që të formon strukturën e saj, që të krijon programën e saj, vizionin e saj, për të ulur së bashku dhe për të pa vizionin e përbashkët që e kemi për të mirën e qytetarëve. Koalicioni Vlen duhet të shkon përtej interesave personale të secilës parti që është pjesë e këtij koalicioni, është ajo që neve i premtuam popullit dhe dolën para popullit, kërkuan votën për një ndryshim ku qytetari do të jetë primar dhe jo interesat partijake ose të individëve të caktuar. Dhe kjo ide duhet të ecë para, duhet të zhvillohet. Jemi në fillimet tona, vetëm disa muaj jemi në qeverisje, kështu që besoj që edhe në zgjedhjet lokale duhet të shkojmë të vazhdojmë në këtë formë, sepse ende kemi shumë punë për të bërë dhe patjetër që do të vjen dita kur do të shkrihet Vleni dhe shumë shpejt do të vjen kjo për të unifikuar dhe për të dalë para qytetarëve dhe ato 107.000 vota që i morëm në zgjedhje parlamentare, secilës t'i dalim zot veç e veç një për një dhe t'i realizojmë premtimet e dhëna. Zënja Zekolli, po ashtu emri juaj është lëkuar edhe si kandidate e mundshme e Vlenit në Çajir. Do t'i hini ju kësaj gare? Është përfolur emrim, por nuk kemi një kandidat konkret ende. Unë mund të them që nuk kam ambicje personale për të kandiduar për komunën e Çajirit, madje do thoja që nuk është fare i rëndësishëm emri që do kandidohet, është me rëndësi të del një kandidat që do të na përfaqëson denjësisht, që do të punon për Çajirin. Çajiri është shtëpia jonë, e duam, padyshim që unë do të jap kontributin tim duke qenë në çfarëdo lloj pozite që jam sot, ose vetëm si qytetare e thjeshtë e Çajirit, dua më të mirën për Çajirin, do ta mbështes kandidatin e Vlenit. Na ka treguar historia, na ka dëshmuar se Çajiri gjithmonë i ka takuar Vlenit, i ka takuar, i takon dhe do t'i takon, kështu që pa marrë parasysh kundër kandidati, mendoj që Çajirin, jo mendoj, po jam e bindur që e kemi të fituar. Kur jemi te kundër kandidati, nga BDI është lëkuar edhe emri i Bujar Osmanit si kandidat i mundshëm për Çajirin. E shikoni si kandidaturë serioze zoti Osmani për ta fituar Çajirin? Unë, si sa po e përmenda, se Vleni gjithmonë i ka atakuar, Çajiri gjithmonë i ka atakuar Vlenit dhe mendoj që kandidati që me të cilin Vlen do të konkurroj, padyshim që do të ketë fitore. Unë respektoj çdo kandidaturë të partive politike, jemi në shtet demokratik, është legjitime të kandidohet dhe mirë po, besoj fuqishëm që gara vetëm se dihet se kush e ka të fituar. Megjithatë, mendoj që duhet të ruajmë modestinë, sepse pam nga oponentët tanë politik, morëm një leksion, një mësim shumë të madh që në qoftë se shfrenohemi me mjetet e qytetarëve tanë, në qoftë se tregojmë një prepotencë, një arrogancë, një ignorancë tek qytetarët, ata dinë të japin një përgjigje shumë të mirë në këtë dhe dinë të dënojnë shumë. Kështu që neve të bëjmë punë dhe të dëshmojmë me punë. Faleminderit. Faleminderit juve.